Ndron kryeministri në detyrë zotri Kurti tha se nëse mendoj që ish opozita në krahas edhe ju si Partia Demokratike e Kosovës që kanë bërë shkelje kushtetuese, le të drejtohen gjykatës kushtetuese, meqenëse ata janë të bindur se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pse nuk po dërgon komente për të kuptuar dhe për të sqaruar situatën në kushtetuese Partia Demokratike e Kosovës dhe gjithashtu a keni planuar në letrat për nominimet e dy emrave për president Nig Xholushin dhe Faton Bislimin në rreth? Për pyetjen e parë, në gjykatë kushtetuese qohen për interpretim nenët përkatësisht normat e kushtetutës. Në gjykatë kushtetuese nuk qohen asnjëherë për interpretim aktgjykimet. Ne kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese. Ai aktgjykim thotë që kuvendi përveç se duhet ta thrasë seancën për 30 ditë, edhe duhet ta përfundoj atë. Prandaj nëse do të shkonim në gjykatë, do ta dërgonim në interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim për interpretimin. Prandaj zoti Kurti bën ftesa të tilla për me vazhdu absurdin në cilin është ai. Kemi aktgjykimi i gjykatës kushtetuese numër 124 thyje për 2025 në paragrafin 140 thot. Po e parafrazoj, e kam citu këtu disa herë, e kanë lexuar gjithë, thot brenda 30 ditëve seanca jo vetëm duhet të fillojë, po duhet të përfundoj konstituimi i saj me gjitha elementet, përfshi zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve. Ma qartë dhe ma shqip, se kaq nuk ka qysh, dhe nëse na shkojmë gjykatë, kjo do të ishte një zvarritje më tutjeshme e një procesi që dihet bilanci edhe dihet vendimi i gjykatës se tashmë ka vendim. Dhe ftesa që bën Kurti është vetëm për të blek kohë dhe për të vazhdu për ta bllokuar Kosovën, për të thonë që ja po pres një vendim. Po pse duhet presim ne që nëse ne sot do të çojmë rastin gjykatë dhe gjykata konstaton shkelje, se sigurisht që i konstaton, se dijen ato, pse duhet presim që ai aktgjykim respektohet ndërka ky ekzistues se respektohet. Pse se respekton këtë aktgjykim? Nëse po kërkon gjykatë, e ki gjykatën, e ki aktgjykimin. Pse duhet prodhojmë edhe një aktgjykim të ri? Prandaj kjo logjik, se shikoni vitin e kaluar kemi marrë mbi 50 seanca, edhe nor kanë propozuar pa pas shumicë. Ne kemi thonë s'mundesh vetëm me propozu pa shumicë. Edhe thjesht kena drejt me propozu, na kanë thirrë 50 herë në këtë vend, në këtë sallë. Këtë vit i kanë votat, por nuk propozojnë. Për dallim për vitin e kaluar, propozojnë s'kishin vota. Këtë vit propozojnë, nuk propozojnë, po i kanë votat. Që do të thotë logjika është e njëjtë, me blloku Kosovën, me marrë Kosovën peng, me nënshtru çdo institucion, me përmbys rendin kushtetues në mënyrë që me konsolidu pushtetin autoritar në dorë të një njeriu. Zoti Buda, në pranë, jenë taku zoti Kurti me zotin Abiziku, nështë nëstët në mëngjesa, po sigur se që disa dit me radhë, po e kërkoni Kurtin para qeverisë. Pse PDK nuk ka qenë dje para kuvendit, me që Kurti ka qenë këto dhe ka prej qeverisë? Shiko, na me ndjek Albin Kurtin se kemi ndërmend. Nuk është ideja me ndjek atë ku do që ai shkon. Ky është një aksion politik. Ne shprehim një bindje politike. Ne e dim ku është Albin Kurti. Ne e dim, është në Kosovë, është një institucion, edhe dim ku është herë në qeveri, herë këtu, herë qëtu. Ne e dim ku është, nuk është esenca me pas një takim fizik me Albin Kurtin, se ka morë malli kërkon për Albin Kurtin. Esenca është që na kemi bëjmë një aksion politik, një veprim politik për t'i tregu njerëzve që në këtë vend po tentohet të suprimohet rendi kushtetues dhe ky rend të zaventësohet nga një rend që imponon partia në pushtet dhe vendosin këtë rend. Faleminderit. Pyetjes së dytë, ndoshta për opozim nominimin e emrave për president. Ne jemi deklaruar që jemi parti në opozit, prandaj nuk jemi pjesë e dialogut për me zgjedhjen e një president. Ne jemi parti opozitare, ky qendrim i PDK-s nuk ndryshon, pavarësisht çka zhvillojnë parti tjera si proces. Ne kemi caktuar pozicionin tonë, jemi në opozit, sepse kemi besu, masi kemi marrë pjesë ta kemi Kurtin, që Kurti nuk e ka ndërmend me zgjidh krizën në Kosovë, prandaj nuk marrim pjesë në këtë teatr politik. Zoti Buda, ndonë se është mjaftueshëm e qartë që nuk merrni pjesë në takime edhe qëndrojnë në opozit, megjithatë mundësinë për me votu një kandidat, megjithatë PDK e ka nëse propozohet një kandidat që konsiderohet i pranueshëm edhe për PDK, apo megjithatë hapësirë që PDK me votu një kandidat për president? Nuk mendoj që ka hapësirë. Nëse një parti që deklaron veten opozit voton një kandidat të pushtetit për president, atë ditë ajo parti smetet opozit. Ne nuk kemi të interesuar me opozit formale. Opozita përfaqëson në çdo shoqëri pushtetin moral të shoqërisë. Alternativën morale ndaj pushtetit.
Ne nuk votojmë, sepse nuk është në rolin, nuk është në dignitetin, nuk është në përshkrimin e detyrave të një opozite që t'i vazhdoj jetën e t'i zgjedh njerëz të pushtetit në krye të shtetit. Profesor, apo i duken serioze çdo takimet mes Kurtit Abdixhikut, a e kanë seriozisht qëllimin për me zgjedh presidentin? Pra, po mbledhen, nuk po kallëzojnë as kur ka me pos përfundim, as a kanë një farë liste të ngushtë. Pra, nuk kemi kur farë hapa, jemi taku, kemi diskutu kësa here po emra, dhe mbledhemi sërish, pra, ku është qëllimi? Unë do t'isha rezervu me komentu sjelljen e partive tjera, unë mund t'a them një diçka, unë nuk i besoj Albin Kurtit në përpjekjet që bën. Unë nuk i besoj. Partia Demokratike e Kosovës nuk beson në vullnetin e mirë të zotit Kurti për të arritur një marrëveshje politike. Kjo është ajo që mund të